mediat kontrollojnë gjitha pushtetet, po vetë si pushtet, kush i kontrollon? Rregulla brenda shtëpisë duhet ketë, dhe nëse ti nuk i respekton këto rregulla brenda shtëpisë, ka dhe penalitete. A do kemi rezistencë? Po qenia njerëzore është e prirur për shkuar për te rregull, pra për të mos e zbatuar rregullin. Dallimi i lajmit nga thashëthemi është se thashëthemi sapo merret me shpërndahet. Ndërkohë që lajmi do duhet kalojë disa procedura verifikimi dhe mendoj që faktoi është një model. Mediat nëse duan mbijetojnë në botën e re të informacionit, do duhet mesazhet që ata dërgojnë të jenë jo drejt audiencave masive, por drejt audiencave ngaherë edhe të personalizuara. Një brez i cili nuk reagon dhe nuk është informuar dhe nuk kupton, është një brez i cili mund të komandohet thjesht. Të keqja e shoqërive në regjimet diktatoriale nuk vjen nga që njerëzit mendojnë keq, por nga që njerëzit nuk mendojnë.